Jemi në fundin e rrugtimit të Big Brother Albania VIP 4, por situatat brenda shtëpisë vijojnë të jenë të zjarrta dhe të tensionuara. Prej ditësh po shikoj një joz që po ngacmon Xhesin nga mëngjesi në mbrëmje. Po e ngacmon me një fjalor ordiner, me një fjalor rruge. Ishte Xhesi ai që nxori nga shtëpia me zarf të zi dhe ishte Xhesi ai që e fali dhe e riktheu në shtëpi. Jozi e di mbështetjen që ka Xhesi në publik, e di impaktin që ka ai dhe nuk e kuptoj se si në përdhëm e shan me një fjalor të ndyrë. Kur kam përballje midis tyre, çfarë nuk i thot, çfarë nuk i thot, nga e para tek e fundit. Nuk e di pse ditët e fundit Jozi ka ndryshuar dhe po shfaqet tejti me lefosur, me një fjalor ordiner, me një fjalor rruge banal ndaj Xhesit. Thuajse çdo ditë në mëngjes shkon te krevati dhe ngacmon, duke tentuar që ta zgjojë nga gjumi. Nga ana tjetër e shikoj këtë si një lloj pozicionimi që Jozi ka marrë tashmë në krahët e Rozanës dhe po godet Xhesin, duke menduar që mund ta nxjerrë nga vetja, por askush nuk e ka aftësinë, pasi durimi i Xhesit te i kalon çdo lloj njeriu në atë lojë. Pikërisht kjo është arsyeja pse Jozi ka degraduar në fjalor dhe në sulme të papritura dhe goditse ndaj Xhesit, për ta ulur atë dhe Eglin dhe për të qenë ai le të themi kryefjal apo edhe për të mbështetur dhe për të çuar në mendjen e tij më lart në lojë Rozanën. Nga ana tjetër, duke qenë se jemi te Kingu, te Xhesi, ai mund të bëjë një skandal, më shumë një lloj le të themi një lloj surprize për publikun, diçka që të ndesë situatën, edhe pse jemi në ditët e fundit, ai padyshim që do të bëjë diçka që lidhet me kutin ku është Unaza dhe në lidhje në raport me Eglin. Ndoshta do t'i vendos Unazën të shtunën kur është gjysmëfinalja për t'i dhënë një shenjë që ata të dy do të kenë një raport jashtë. Pasi më shumë se Eglin, për mua në finale duhet të shkojë Gerta, e vendi i Xhesit nuk e merr askush. Ndaj them që ai mund të bëj një lloj provokimi apo të shkaktoj diçka që ta mbajë dhe publikun të mbërthyer, siç ka bërë shumë herë në atë lojë, me dinamika por edhe me lëvizje që ka mbajtur lojën për edhe audiencën të mbërthyer ndaj Big Brotherit. Xhesi do ta bëjë diçka, por ajo diçka është padyshim në lidhje në raport me Eglin, pasi edhe ditët e fundit janë afruar, po flenë bashk, ka një raport më të qetë dhe më afër njëri tjetrit. Sigurisht kjo ndoshta edhe për hir të lojës, por edhe nga ana tjetër, Xhesi ka treguar që afërsia dhe afrimiteti që ai ka me Eglin i krijon një gjendje të mirë në lojë. Nga ana tjetër, Egli kërkon një përgjigje më të prerë në lidhje me raportin e saj me Xhesin dhe është duke e mbajtur veten, le të themi që nuk po shkrihet në krahët e Xhesit. Personazhet VIP, ndërta edhe fituesi Big Brother Kosova VIP 3 Driloni ka bërë thirrje që të votohet Xhesi për të shkuar në finale. Nga ana tjetër, Blero, një tjetër artist i cili ka vite e vite në skenë, ka thënë se nëse Xhesi nuk e fiton këtë Big Brother, atëherë ky format duhet të mbyllet përgjithmonë në të dyja vendet, si në Shqipëri por edhe në Kosovë. Por pas kësaj, Olta Gixhari, motra e Gertës, e cila her pas here reagon në Instagram për situatat brenda shtëpisë, sot ka bërë një reagim të gjatë në rrjetin social Instagram, ku përse i bën thirrje audiencës që të votojë motrën e saj, ajo ka ndarur në një pikë shumë të rëndësishme. Për të, në ballafaqimin Rozana Gerta, ku në finale shkoi Rozana, publiku sipas asaj le të themi nuk ka përkrahur Rozana dhe është bërë palë me viktimën që në rastin konkret është Gerta, pra që nuk shkoi në finale, por për të, Gertës nuk i duhet ky lloj suporti në rrjetet sociale, por i duhen vota. Ajo është e bindur që motra e saj do të prek finalen, për mua pa diskutim ajo meriton finalen dhe të jetë në dyshën kokë më kokë me Xhesin.